Duket se vizita e parë zyrtare e Ministres së Europës dhe Punëve të Jashtme të Shqipërisë Eliza Spiropali pas nesër në Athinë pritet me interes të madh. Shembulli i qartë është intervista për gazetën greke Tanea, ku Spiropali shpreh të vendosur se vjen në kryeqytetin grek të diskutojë për gjithçka me homologun Yorgos Gerapetritis, duke cilësuar Greqinë si një partner strategjik për Shqipërinë. Në 2 prej 4 pyetjeve drejtuara saj, referuar agjendës së bisedimeve, kryediplomatja shqiptare thekson se dialogu do të jetë gjithëpërfshirës, 360 gradë siç është shprehur tekstualisht, nga bashkëpunimi ekzistues deri tek fushat ku ka hapësirë për përmirësim të mëtejshëm. Ajo nënvizon se marrëdhëniet mes dy vendeve mund të zgjerohen në sektor strategjik si energjia, sidomos burimet e rinovueshme dhe siguria energjetike rajonale, mbrojtja e mjedisit, transformimi digjital, turizmi dhe siguria. Le të fillojmë një kapitull të ri, atë më të mirin deri tani në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Greqisë, ka thënë ajo. E pyetur për hapat e mëtejshëm në çështjet e ende të pazgjidhura mes dy vendeve, mes të tjerash dhe atë të delimitimit të zonave detare, ajo ka theksuar se Shqipëria mbetet e angazhuar për zgjidhjen e tyre në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe parimet e fqinjësisë së mirë, duke lënë të hapur rrugën e dialogut dhe mekanizmave ligjor ndërkombëtar. Në intervistën e saj, ministria shqiptare i kushton në rëndësi dhe rolit të diasporës shqiptare në Greqi, duke deklaruar se do të ngrej çështje që lidhen me lehtësimin e procedurave administrative, futjen e gjuhës shqipe si lënë me zgjedhje në shkollat greke, apo dhe finalizimin e marrëveshjes për sigurimet shoqërore, e cila do të garantojë njohjen e drejtë të pensioneve dhe kontributeve për emigrantët shqiptar në Greqi. Gjithashtu Spiropali ndalet dhe tek procesi i integrimit evropian, duke cilësuar atë si një objektiv strategjik dhe një domosdoshmëri praktike për Shqipërinë. Ajo vlerëson mbështetjen e Greqisë dhe në vitet e kaluara dhe tani, dhe shpreh optimiste se presidenca greke e BE-s në vitin 2027 do të mbajë zgjerimin dhe Ballkanin Perëndimor në qendër të agjendës europiane. Për Top Channel, Selanik Aleksandër Marku.